votave të kandidatëve për deputet, ndërsa tani në një lidhje të drejt për drejt kemi ish deputetin e Lëvizjes Vetëvendosje, kandidat sërish për deputet nga kjo parti, Mifail Bajqinovci. Zotri Bajqinovci, përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Faleminderit juve që na jeni bashkuar në këtë lidhje të drejt për drejt. Fillimisht, si e keni pritur rezultatin? Një fitore, kjo sërish e Lëvizjes Vetëvendosje, megjithatë keni pritur të ishte e tillë? Ashtu siç e kemi cekur po edhe në emisionet e juaja, në fakt në televizionin tuaj dhe në televizionet tjera, në mediumet, ka qenë e pritshme Lëvizja Vetëvendosje me punën e mirë që ka bërë në nivelin qendror, por dhe në nivelin lokal, këtë populli e ka vlerësuar dhe kemi dalë me 50% në nivel vendi. Kjo është një fitore e madhe në krahasimisht me vota jemi edhe më shumë, sepse i kemi dikon nëse nuk gaboj 431.000 vota pa u numëruar mërgata, pjesat të cilën kanë votuar në për ambasada, konsulata dhe votat me post. Dhe i bjen që në historinë e parlamentarizmit, pra në zgjedhjet nacionale, do t'jetë partia më e madhe në histori që ka marrë vota më shumëti. Që do t'i bie dikon nëse nuk gaboj dikun 470.000 vota, pra rreth gjys milioni vota do t'i kemi në nivel veni. Pra është fitore historike edhe besoj që e ka kalu edhe atë të vitit me vota të vitit 2021. Mendoj që ne si Lëvizje Vetëvendosje kemi pritur këtë dhe kemi punuar intensivisht si qeveri edhe si kuvend, dhe po ashtu edhe me qytetarët e Republikës Kosovës, cep për cep, shtëpi me shtëpi, lagje për lagje, qytet për qytet, fshat për fshat, dhe po ashtu edhe mërgatën, dhe sot e kemi një rezultat ku e dini keni pa partit tjera opozitare se si kanë dalë në zgjedhjet e fundit. Andaj, unë ju uroj qytetarët e Republikës Kosovës fitoren e madhe, plebiscitare me 50% në nivel vendi me kryeministër Albin Kurtin, i cili do të rikonfirmohet shumë shpejt pas numërimit dhe certifikimit nga KQZ-ja. Po, e përmendë edhe rezultatin e partive të ish opozitës. A besoni se kjo fitore e Lëvizjes Vetëvendosje edhe këtë herë do të ndikoj dhe a besoni se do të kenë edhe një qasje tjetër tani pas zgjedhjeve? Kjo është treguesi më i mirë e penguzve të krijimit të institucioneve. Nuk mundesh më me e pengu njeriu më të votuar në vend të jetë kryeministër. Nuk mundesh më me e pengu njeriu apo zonjën më të votuar në vend të jetë kryetare e parlamentit. Nuk mundesh më me e pengu mos votimin e buxhetit. Ne ja kemi bërë me dije se asgjë nëse nuk votoni bile buxhetin e Republikës së Kosovës, ta votoni sepse i rrezikoni 85.000 qytetarë të Republikës Kosovës që punojnë në administratën publike. E kemi pas një opozitë shumë destruktive, e cila nuk ka votuar asgjë, janë humbur rreth 800 milion nga Bashkimi Evropian dhe keni pas që tërë kohën nuk kanë dashur as të ulen të diskutojnë as për koalicione, as për votim të buxhetit, as për asgjë tjetër. Kjo është shembulli më i mirë se populli din të penalizoj, në këtë rast e ka penalizuar më shumë të Lidhjen Demokratike të Kosovës, por edhe Partinë Demokratike të Kosovës. Unë uroj që kjo opozitë të reflektoj dhe mos të bëhet bllokuese e proceseve e gjërave të cilat vijnë për të mirën e vendit. Është treguesi i mirë vetë fakti që fitoria e Lëvizjes Vetëvendosje ka treguar që penguesit në këtë rast janë opozita, Lidhja Demokratike e Kosovës e para, Partia Demokratike e dyta, Aleanca e treta e kështu me radhë. Andaj, unë mendoj që është koha për reflektim me kësaj opozite, mos të pengojmë proceset e krijimit të institucioneve dhe po besoj që më nuk do të ketë problem për krijimin e kuvendit dhe qeverisë së Republikës Kosovës, duke ditë se e kemi 50% të totalit të votave. Qartë. Bajqinovci, të falenderoj shumë që ishe në këtë lidhje të drejt për drejt. Faleminderit shumë, kënaqësi dhe ju uroj gjithë qytetarëve të Republikës së Kosovës një
garë e cila ishte shumë e qetë, pa incidente, pa probleme dhe ishte shumë demokratike dhe ju falenderoj edhe juve media për raportimin e korrekt të gjitha ngjarjeve. Faleminderit shumë Bajqinovci për këtë paraqitje të drejtë për drejtë, një ditë pas